pak kohë për pjesë e një reality show, aty ke bërë shumë miq, njëri prej tyre ka qenë ai me cilin je lidhur më shumë dhe që teleshikuesit e njohin me emrin Andrea i TikTokut edhe i rrjeteve sociale, kështu që jeni bërë miq shumë me të aty apo jo? Po, ne në ferm, unë e kam ndjek le të themi virtualisht, domethënë për sa i përket e kam ndjek, ka qenë një personazh shumë interesant, shumë pozitiv. Ne na bashkoi le të themi gjaku sepse ne vinim pothuajse kishim të njëjtat probleme familjare, ishim pothuajse e njëjta fëmijëri, pavarësisht sa ishte pak më i madh se unë. Na bashkuan shumë gjëra. Edhe thon drejtën unë bile sfund i kisha premtuar që do vi për pushime, do vija në Itali dhe zgjodha të shkoja në Itali këtë vit. Për pushime bashkë me të dashurën, shkum bashkë te familja e tij. Edhe më ka mirë prit, domethënë edhe kam kalu një sa pushime shumë të bukura me familjen e Andreas dhe me Andrea. Andrea, ndërkohë, ka një surprizë të bukur për ty. Le ta ndjekim. Përshëndetje Rudina, në radhë të parë ju kërkoj ndjes sepse ndodhemi në makinë. Ky video mesazh i bukur na kapi pak rrugës, me thënë drejtën, por është një video mesazh i vogël, por për një mik shumë të madh. Për Anduelin. Ai e di shumë bukur se sa fort mike kam unë atë. Ne të dy më saktë kemi shumë mik njëri tjetrin, sepse miqësia jon lindi nga një format televiziv ku brenda kishte shumë sfida, shumë intriga e shumë gjëra të tjera. Gjë që miqësia jon i arriti të përballonte aq bukur sa që vazhdon të jetë edhe për te ekranëve. Më së fundmi para le të themi një javë dhe ditë vetëm ma premtoi që do vinte do më vizitonte ku rria ku jetoja. Edhe erdhi edhe ngela shumë i kënaqur. Dolëm, shëtitëm, kemi kaluar mirë. Dhe ajo që dua t'i them unë Anduelit, dua t'i uroj shumë suksese në karrierën e tij në ato muzikore. Patjetër duhet të vazhdoj, sepse është një ndër zërat më të veçantë që mund të ketë estrada. Dhe gjëja tjetër që kam unë kërkesë për shumë në Anduel tani, ai e di shumë bukur se çka këngë pëlqejun. Neve kur në atë format që kemi qenë bashkë, kemi thënë do këndojmë këngën tonë, sepse kemi personalizuar si këngën tonë, është kënga e disa jetojnë në pallate, ai e di shumë bukur se kush është kjo këngë. Ju përshëndes, Anduel, shiko, herë tjetër kur vish plako bëj çik mi llogarit sepse kam 100 euro ditën e punës. Çdo ditë që do shpenzoj pastaj është minus në rroga. Okej, ju përshëndes, kalofshit bukur, Rudina faleminderit për gjithë kohën dhe Anduel love you bro. Suksese. Faleminderit Andrea për këtë mesazh të bukur që të dërgoj ndërkohë, ë? Shumë faleminderit, me thonë nuk e prisja as pak, dhe është një marrëdhënie e bukur, të cilën e ushqeni tani, vazhdimisht i shkon në Itali, ai vjen këtu, sa herë që vjen këtu, jemi bashkë, sa herë që do shkoj atje, do jemi bashkë, që është me si. Shumë, ndërsa konga që më tharë ishte kongë për fugaret, pra ne thash, na bashkote kjo gjo, atin. Mirë, ndërkohë, edhe një pyetje tjetër, pas 10 vitesh, si e sheh veten? Pas 10 vitesh e shoh veten mirë, për sa i përket anës karrierës, besoj që po, anës ekonomike besoj që po. Anës familjare? Anës familjare besoj që po, besoj për 10 vite do vi veti dytë ose veti tretë. Po pra, se e ke gjetur për ta gjetur, a? Veti dytë, nuk po them veti... Thjesht nuk e keni vendosur që ta bëni publike marrëdhënien tuaj, apo jo? Nuk po them veti dytë bashkë me nusen, po veti dytë me fëmijët, pra 2-3 fëmijë, ne kena që familjen e madhe, kështu që dash Zoti për 10 vjet besoj e kemi sistemu. Të uroj suksese dhe të uroj më të mirat në jetën tënde. Edhe uroj dhe këngë të reja të kesh plot, edhe për ata që të ndjekin edhe që janë fanët e tu. Të falenderoj shumë që ishte me mua sot. Shumë falenderit edhe juve për ftesën edhe ishte kënaqësi edhe për mua. Faleminderit gjithashtu. Kemi publicitet, kthehemi pas pak.